Dështimi spektakolar i AKU-s nga 18 ton fruta me pesticide që hynë në Shqipëri u azisuan vetëm 800 kg, të tjerat janë të shitura. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka dështuar në mënyrë spektakolare të mbrojë shëndetin e popullatës, duke fjetur teksa në vend kanë hyrë 18 ton fruta, rush dhe pjeshk me pesticide, nga cilat janë azgjësuar vetëm 800 prej tyre. Pjesa tjetër është lejuar të hyjë në kufi dhe më pas është shitur në njësi tregtare të vendit për konsum, duke rrezikuar kështu seriozisht shëndetin e popullatës. Edhe fermerët evropian abuzojnë me përdorimin e pompës me elme në bujqësi. Brenda një jave, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 3 ngarkesa me rush dhe pjeshk nga Greqia dhe Italia, pasi ato rezultuan me përmbajtje të lartë pesticidesh. Në njoftimin zyrtar të AKU-s, institucion ky ende i varur nga Ministria e Brendshme, kemi vetëm aksionin e bllokimit, por ne si qytetar nuk mendojmë as sasin e azgjësimit dhe as sasin e importit. Të fshirësh të vërtetën nuk të ndihmon as pak, pasi kjo nuk e ndryshon realitetin. Pavarësisht kësaj, nga mediat është mësuar që në Shqipëri janë importuar 8 ton rush me kimikate dhe trupa inspektuese AKU ka azgjësuar vetëm 747 kg. Në doganën e vendit ton janë futur 10 ton me pjeshk të rrezikshme dhe janë azgjësuar dhe bllokuar nga inspektorët e ushqimit vetëm 28 kg. Ku është pjesa tjetër e pjeshkës dhe rushit të rritur me helme? A është ajo ende në treg apo tashmë ka shkuar në tryezat e shqiptarëve dhe është konsumuar? Përgjigjen e kësaj pyetje duhet ta jap vetë Ministria e Bujqësisë.